kuptoj Albën. Në fillim më duk se më kishte ardhur me manual, edhe ja kam thënë atje, që hajde të bëjmë debat, hajde të bëjmë lojra, hajde të bëjmë këtë, hajde të bëjmë atë për të kërkuar vëmendje. Mëra poshtë kur filluam të bisedonim një herë në Alba unë mendoj se i bën të dyja, edhe tregohet shumë naive në shumë raste për të kamufluar strategjinë e saj që njerëzit jenë pak me mëdyshe, mos të besojnë që ajo është vërtet një lojtare, por të shohin edhe anën e saj të mirë. I bën të dyja në mënyrë që t'i ngatrojë. Mendoj se është një strategji. Por për mua Alba është një fëmijë në trupin e një të rritura. Unë kështu e mendoj. Edhe kjo gëzon, luan, flet, qesh, pisi të përgjigje, nuk intereson fare. Vazhdo të flasë, të këndoj, luan me astëkët, si një fëmijë 5 vjeç, që nuk intereson fare se çfarë bëhet rreth rrotën, mjafton të kënaqet. Gerta, unë ty ta kam thënë shumë mirë që në rastin ne të dyja kemi bërë kuptime të ndryshme për një temë caktuar, kjo nuk do të thotë që patjetër më bën mua delirante. Do shta delirante mund t'jesh ti, po unë nuk merr me këtë pjesë. Sepse nuk më intereson ajo gjë. Në nivelin e Mbretërisë Bashkuar në zemër, se e di se e kam hapin edhe për ekonomi. Po edhe unë e di se e kam hapin në informacion në lidhje me ekonominë, në lidhje me biznesin, në lidhje me politikën dhe me gjëra të tjera. Unë nuk po të fyr, unë ta kam thënë në sy. Nuk i kam thënë mbrapa krave. Paktën unë të dinë në kushtimi. Edhe të gjithë jemi të rritur, të pëlqen. Kam çfarë do të kemi mendim. Jemi të rritur, të mjaftuar shumë të themi që botën e shohim në aspekte të ndryshme, po kjo nuk ka thonë që dikush të jetë në halucinacione dhe dikush jo. Nuk kështu e gjykoj, ty të ri, kështu e gjykoj të gjithë, s'kam që të bëj. Që them? Thjesht nuk e pranon mendimin e Gertës. Alba, më dëgjon? Po, patjetër. Me gjithë knajtësi. Mirë shumë. Alba, fillimisht po gëzohem që je aty. Mirë, uroj që gjendja jote emocionale përmirësohet fillimisht, sepse unë besoj që edhe ti e vetishme që sjellja jote atë natë ishte e papranueshme. Ofendimet po, sjellja nuk mund ta shoh papranueshme se jemi njerëz. Absolutisht po. Jemi njerëz, por pak duhet ta përmbajmë veten se gjithë themi unë jam njeriu. Kur më mërzita e bëra këtë, po i bie tani që shkallojnë gjithë. Po uroj që ta përdorësh për të mirë. Prajmin e kaluar sikur s'më ke dëgjuar, thash. Pse po e merr barën e fajit vetëm ti? Po, kjo është e vërtet. T'ishe një bashk fajtore. Shumë e vërtet kjo gjë. Ta mirje barën e gjitha për vete. Jo, se mora barën për vete. E more tani. Sepse vendimet, unë i mora vetëm për veten time dhe për jetën time që dal nga shtëpia. Nuk i thash unë Benitës hajde dile edhe ti me mua. Në rast se do i thoja Kupton po të thot. ti me mua se edhe ty ta bën këtë gjë. Jo, ti për të dyja. Flasi për tek bara, se janë dy. Ti more barën e momenti i parë sepse u reagova. Mu më intereson sasia, mu më intereson tendenca dhe se çfarë është përdorur si fjalë. Barën e bullizimit të gjithë për vete, sepse mënyra se si reagoi tregoi sikur vetëm kjo e kishte bullizuar dhe kjo u ndje fyer, ndërkohë që kjo kishte shumë pak fragmente në krahasim me vajzën tjetër, me Bjondën, se nuk i mbaj mend emrin, Bea, ndoshta. E more barën të gjitha për vete dhe si pasojë kësaj e shef tani si janë relacionet tua me Benitën. Benita, jo Bea. Dhe jenë në gjithë aspektet. Për çfarë arsye shef ti që më shkofta tini. Benita është tërhequr nga Alba, si duket po do mjalon gjithë fajin Albës. Po tregoj e zgjuar Benita. Sepse ja dhanë në pjata gjenti i Alba këtë mundësi. Për kalimin e momenteve. Është akoma shumë herët për t'i vendos pikat mbi dhe madje njeriu zhvillohet gjatë gjithë jetën, edhe gjithë jetën njeriu e vërteton veten e vet. Uroj Alba që këtë zgjuarsinë tënde ta shfrytëzosh për të mirë aty brenda. Sepse vërtet në atë shtëpi ka shumë çka të flitet për personalitetet e juaja, për punën e juaj, kështu që uroj që të shërbej në të mirë. Si opinioniste që je, do ta parashtroj një pyetje sepse kam nevojë ta dëgjoj nga ty. Ti Po, mendoj që unë akoma sot e kësaj dite në hapa të saktuar, në momentet të saktuar nuk e kam shfrytzuar dhe nuk e kam nxjerrë veten time. Ti po e shfrytëzon maksimalisht hallat të qoftë.
Ashtu Ti si bësh që vetja, vetja. natyrisht. Po, megjithatë, vetja apo e shtrirur? Dëgjom, ti je vetvetja, nuk je e shtirur. Kjo Nuk je e shtirur, ti je ti. Atë po e kuptojmë, ti je ti. Je ti. Prandaj bukuria e këtij reality show është që kemi Shumëllojshmëri karakteresh. Nuk jeni të gjithë të njëjtë. Kjo është bukuria e këtij formati. Po të ishit të gjithë të njëjtë, atëherë s'do ishte interesante. Të ju kam edhe të tjerëve, ju kam thënë paraprakisht. Në rast se ti je tipi caktuar, karakteri caktuar, me sjellje të caktuara, logjike dhe emocionale, unë jam tjetër, po kjo nuk ta bën që ti të jesh i mirë, unë e keqe ose e kundërta. Ne thjesht po plotësojmë njëri tjetrin. Dhe unë, duke e ditë këtë gjë, të tjerët edhe pse nuk kam natyrën time, unë e mirëpres natyrën e tjerëve dhe nuk e gjykoj, nuk e paragjykoj. Nuk e mirëpret në çdo lloj momenti. Ju dëgjojmë dhe Oltën? Tjetër Olta. Ajo që kam bërit mua përshtypje me rikthimin e Albës ishte mungesa totale e empatisë nga pothuajse të gjithë banorët. Pat një banore me një shpërtim emocional të siç ishte ai i Prime-it të kaluar, ndonjë disa orë jashtë, u rikthye gati e shkatruar në portret dhe në fakt mori një gjyq nga pothuajse të gjithë ju banorët. Unë nuk e kam parë gjatë javës dhe nuk e di nëse e kam bërë këtë gjë apo jo. Ta pyesin njerësie, a je mirë? Shiko, jo, të pyetën dhe pastaj thanë, veçanërisht këtë gjë që thash e kam me Najlirin dhe me Elionën. Me këta të dy e kam veçanërisht. Më rëndoi shumë, po do të dëgjoj sapo të mbaroj. Më rëndoi shumë fjala e Elionës që i tha je sakate në tru, nuk më pëlqeu fare dhe u pata një habit nga kjo shprehje sepse edhe nëse Alba do të kishte një atak depresioni ose një atak ankthi, nuk është kjo mënyra dur për të pritur një njeri që vuan nga kjo gjë. Nuk po them që Alba vuan nga kjo gjë. Këtë gjë mund ta mësojmë në vazhdim. Dhe mënyra se si Najliri ju drejtuar, që nuk të durojmë dot, të gjithë u gëzuan kur ti ike, dhe të gjitha ato me radhë që i them, nuk duk një mungesë empatie e thellë. Okej. Dhe nuk duk as pak momenti. Vetëm pak, se kam një problem e përrojt. Vetëm pak, po, ke mundësime. Kjo që ka po thu vlet në stana njëtën gjë që e the për shkurtën edhe Elionën këtë rast, po vetëm tash është versioni kontrar. Jo, nuk është versioni kontrar. Nuk më pëlqen që Dini u kthehet opinionistëve. Nuk është puna e Dinit. Doli pas 3 ditësh. Kjo është që vjen e shkatruar, që ne gjithë gëzuam që ti ke, dhe ti e sakate nuk i paralizoj dot këto gjëra. E të qoj Elionën. Ai ishte i Albës. Fakti që dikush bën një faj, ne nuk do të thotë që ne tjerë bëjmë një faj më të madh se ai që e ka bërë. Se për atë pjesë nuk jam Karolina as pak mirë, se nëse i lirë për shëfë dhe nga e prapë reflekton më mirë, fjallën sakat nga trut ma ka shtru Alba, në ato unë i thash Albës, i ki pas sjelljet e të mërshme, edhe po vjen se që nuk jem gjatje me reflektu, ashtu ishte më abeti. Edhe ma bëni Alba që shë ka zakon, tani po me thua që jam sakat nga trut. Po ti e thë? I thash ashtu, po, ashtu usulle, edhe nuk e mirë as pak, unë po kërkoj fali se nuk së pëlqej vetja, se nuk më ka pjeshtia e fjallë. Por, që është negative, e tham prapë, se mu, Alba asni pozitivitet nuk më ka sjellë deri tani. Edhe po vjen shumë keq, se pesho të thjesht, e se pesho të mundu me kajlu mirë, po unë e ndi Albën si shumë njëri negativ, sepse një njëri që ta prish lojen, kur na gjithë jemi duke keshur, edhe t'u knaq, e kjo e prish me negativitetin e saj, atëherë qysh më thonë unë asaj pozitive. Nuk e qatë për goje për sot. Përgjithën e sakat nga të njësë, komplet më vjen shumë keq, nuk t'i ngon as pak mirë, nuk më ka pëlqyer asnjë me nuk më ka pëlqyer asnjë me një Alba e shenë emocionet e mija edhe biseda që e bënëm, më ka emocionu edhe fakti që nuk e ki pranu, edhe ndoshta ai moment nuk më pun as pak i bukur, më pun e emocionume edhe unë po të kërkoj falje qoftë se je lëndu prej asnjë fjale, sigurisht. Në rast se faljen e përthellësisht që je negative e thon prap. A mund t'ja përgjigjet tani për faljen që e kërkove? Po. Në rast se faljen e ke thellësisht shpirtërore, mund bëhet qefi për ty sepse do jesh ti ajo që do reflektosh dhe do hapësh sy të shohësh pak më mirë. Unë e pranoj faljen, kërsoja ta pranon Zotin një rat pak.
Okej. Mirë, po si shtarë, se çfarë vendime je, çfarë bën çdo kush? Dini, unë mendoj që Alba të caktuar. Po. Mua Unë më mendoj që ndihmon Alba aspak është unë të shkruaj vetën time në momente të caktuara. Mirë, Alba. Mirë, po Okej, është rasti kuptoj. konkret Eliona që në mënyrë shumë të tërhequr dhe shumë si ka larg nga të tre je shumë i Okej. mirë. Do ta shohim edhe një material, po vetëm ta dëgjojmë vendrimin edhe na i dirin sepse Unë duket mendoj se që kërkojmë Alba është fjalën. shembulli më i mirë se çka krenaria e tepërt edhe vetbesimi të bën munën me çuni person. Kjo mund të më menaxhu situatën tepër lehtë, veç kur erdhi lavanderia, më na mbledh këtë veç këtu se ja sugjerova për na kërku falje, pasi që e kemi merituar se na ka jap stres të shkon kohën i parë, na Po, kam parë një video dhe i ka shkalluar të gjithë. Edhe mua që 1 minutë video pash, më shkalloj zëri. Tha, jo më këta që... Këtë për një person që mas pari nuk e ka, nuk e merë iniciative me kërku falje. Përgjitën me diçka që ndodh me produksionin. Po jo të eskalosh, kështu thot, eskalon në këtë mënyrë. Vetëm pa ta dëgjojmë edhe na i dirin, Alba. Ta dëgjojmë edhe na i dirin. Alba e sega, Do të vreka fare. Ju Okej. që thonë Fund funit, Alba është një banor, edhe normal që unë jam i kënaqur që se banori ik nga shtëpia, nuk shoh çka ka këtu reagim. Nga puna e Albes, fundit është një banor, është një konkurrent për mua. Edhe nëse një banor largohet, normal se jam i kënaqur. Okej. Unë do të shkruaj diçka të ajo që tha Olta. Diçka shumë me rëndësi. Po, Alba diçka të fundit sepse kemi një tjetër material. Pikërisht persona që janë kënaqur që janë kthyer dhe që më kanë pyetur si jam, unë jam e lumtur që pikërisht ata persona ma kanë thënë sy, opinionin e tyre me këshillat e tyre, sado mund të jenë me vend, është temë tjetër diskutimi, por vetëm një njeri që do të respektohet dhe të vlerëson, të vjen dhe ta thotë të vërtetën sy me gjithë pastërti dhe unë e vlerësoj. Okej. Nëse pranove. Ai pranoj Të gjithë ta kemi thënë vërtetën sy. Apo që e vlerësoj që ma thoni është pjesë tjetër, janë dy momente të ndryshme. Banor, ka ardhur momenti që ne të shohim një tjetër material, ku Alba, në një gjendje të saj tepër emocionale, ka treguar historinë e Arushit. Jo, që, mëj. Hajtë për të shohim. Dhe për një person që i mungon shumë nga jashtë. Por para se të shohim materialin, Alba e janë ato në rrëfime. Ua. Që nëse surprizës. Inshallah se ma ka marrë rushit. Ta sjellim me helikopter. Jo, s'ka nëve me helikopter. Aladin, ti mund të sjellësh me tapetin magjik. E kam vendos perde. Nuk i mungojnë fjalët saj Albës, në çdo moment ka një përgjigje, është e paparë. Po, është mirë, se mbase Po e shpreha unë dëshirë ka dalë gjithë konkurrentën nga shtëpia. Kam fituar edhe çmimin. Alba, Urdhra. pati një reagim, por unë thashë do të ndjeki materialin tënd në lidhje me çfarë ti ke shprehur për Arushin. Pse ishte ai reagim? Nuk e prisje apo Jo, nuk e prisja. Se ka thënë këtu në brenda domës trafime në momenti kur do largohesha dhe kam qenë në zhëmbje emocionale shumë të rëndë. Edhe thjesht jam shpreh, po jo se prisja që kjo pjesë. Gjithsesi është një material shumë emotiv, shumë emocional. Ke diçka për të thënë para se ta shohim? Okej, e shohim së bashku. Jam unë drama, po se nuk e kuptoj më fare situatën që është duke dosto. Nuk di, nuk për më vërtas ju për ju, po më vërtas vetën ty me mbrënda. Vasja ime emocionale, Arushi ime emocional. Po mirë këta, pse nuk ja kanë lënë disa gjëra këtyre brenda, po ja kanë marrë?
Gjitha kujtimet e mia, gjitha gjërat e mia emocionale, ju mendoni se e lejtën. Jo, them s'di çfarë bëhet me dikë për jashtë. Kisem shpërbim, shivesh në siguri, kam sheve në siguri për thot që idiota mund t'jenë. Se një 10 orë që ishim bashkë, po metit e fundit arrinte vetëm si me lodhën sy e më dhëmte. Mos më dalesh pa fitore, se po dole pa fitore s'ka kormi, dalesh me fitore që ta kormi, tjemi e ti fjalla më vëndë dhe këtë lej stili, e më të tja dhe dhejmë, e më të edhe unë zumë ditën e fundit, dhe më duke sikur ka i nga rrugën këta, e me sikur jasë nuk më shef fare, nuk më shef këtu. Edhe diko si që kam shumë frikë në qinin e umbjes të umbjes, a i njëri nuk e ti, a i është vetëmi, a i njëri gjësia për atë njëri mund ka shëru, unë nuk mund të humba atë njëri, sa unë e di se sa ti nuk jemi. Edhe kur e në shkrita kontratë këtu ndike, në shkrita pas që fjalla unë da mirë në ata dhe thështë, Mila, unë veta, i dhe thërë për jetën me putë veta, me shoqe, me gjevite, për tjetër, me shkreta Mila, oke, hajtë e shkru kontratë të ndikë. Pas të e tjetër shumetu prap, nisën prap, ishtë të tishtë dhe da. Shumë e vendosma, i më duke që ti pjo të apam një vendosur, i kupton, edhe kjo që është duke më blodë shumë. S'mu të pa kontroloj, bojnë, qëto sekunde të vendoj, bravo, nuk respektive. Ma thot të njëri prit boni dhe largohu, si s'duan gjithë, s'dua i të shumë të gjëra, e kupton? Pas ka marrë malli. Jo më kot të thira edhe në dhomën e rrëfimit për të bërë këtë bisedë bashkë, ndërkohë që pjesa tjetër e banorëve nuk po na dëgjojnë. E kuptova se vetëm po që ishin ato komentojnë. Pikërisht. Ishin emocione të bukura, sado nga ana tjetër edhe dimshme që na emocionuan që të gjitha. Janë bukura dhe dimshme, po ta them drejtën, nuk e prisja që dilnin këta, se nuk kisha plan që këtu brenda Big Brother dëshpaqet planin time. Këto sikur se din që çdo gjë që thuhet në dhomë të rrëfimit ose në Big Brother çdo gjë del në shesh, sepse është për show. Të çfarë lloj karakteri, dobësie, force që ju keni dhe gjithmonë. Qoftë ti të dalësh një femër e fortë, qoftë ti të dalësh një femër jo e fortë për hir të dashurisë, që është njëkohësisht forca më e madhe, kjo është një gjë shumë e bukur. Po, ajo ishte moment bisede edhe me psikologën, kuptimin që unë di që ndoshta biseda për... Ndërkohë, Alba ti më përse ke fshehur këtë gjë, ti gjithkohën nëpër shtëpi e mban Arushin si gjën më të paprekshme, më të shtrenjtën tënde që nuk guxon njëri, madje momentet e tua, më revoltuese janë ato kur dikush të ngacmon Arushin. Dhe ti gjithkohën thua që më ka marr malli. Ti nuk përse e ke fshehur këtë pjesë. Kështu që pse jo, ta tregosh të gjitha dimensionet e saj. Ai ishte shumë e bukur, Alba. Një gjë që nuk më pëlqen këtu te Big Brother Kosova është kur konkurrentët i kthehen për diçka që ka lidhje me produksionin, prezantuesit mundohen ta anashkalojnë, jo ta sqarojnë, po ta anashkalojnë. Kurse te Big Brother Albania, Ledioni dhe Arbana
e çonin deri në fund gjën që produksioni të dilte I larg, kurse këtu me këto anashkalime del sikur produksioni ka goxha mangësi. Okej, se sa 4 vite, 3 vite kanë që po e bëjnë. Por prap. Fjala jote ka dalë edhe për shtëpi, se ti e mban të shenjta rushën. Po, e qeshur, ka malli, me delikatesë. Jo, nuk ka pasur, vetëm po ka pasur edhe momente që ti realisht e ke shprehur me një lloj dhimbje që të ka marrë malli, jo duke qeshur. Kështu që të gjithë që të ndjeki 24 orë dhe beson që... Nëse ky ishte një episod që donin të tregonin që Alba është e mirë, nuk është ajo në thonjza. S'dua të them një fjalë të keqe për Albën, por nuk është ajo që vetëm vërtet dhe ajo çka u soll puntatën e kaluar. Është prime-in e kaluar. Është edhe kjo që qanë për dashurinë, është e dashur, e ëmbël. Kështu gjërash. Thjesht nuk më pëlqen vetja që dola në atë lloj forme para publikut se unë e kam kështu kusht numër 1 që në atë lloj niveli mërzia nuk dal para njerëzve sepse kështu na kam mësuar jeta deri diku. Që kur jemi të prekshëm Alba është një personazh që ka treguar veten në të gjitha format e saj, dimensionet e saj, sikurse patë edhe bisedën me Leonorën, që the a jam e vërtet, a do të jesh e vërtet apo s'do të jesh e vërtet. Nëse do të jesh, duhet të jesh në gjitha formatet tua. Më duket sikur dal shumë e dobët para vetes dhe para personit. Nuk se shikoj ju atë se kuptoni më diçka. Çfarë nuk kuptojmë ne? Po tani unë jam femra, ai është mashkull, unë aty nuk kiçahem kështu. Tani ai në përmjet ju Çfarë të keqe ka moj Alba? Çfarë të keqe ka? Unë duhet me mbajt pak Alba, për dashurinë dhe çfarë aty ja dëshmut kështu. Dëgjoj, më dëgjoj pak se po flet tani femra me femrën. Po, femra me femrën. Duhet të mos I kemi më këto paragjykime, sepse sikurse ndjejmë për dikë, duhet ja theme. Sikurse na vëm që dikush flas, duhet ja theme. Hajde sikurse dina I që s'mbi ka vetëm ta I pa gjendje. Bravo Alba, se po I merr minutat spektaklit për veten tënde. Alba, si më ja bllokua ti kanalin televiziv që mos mund ta bëjmë këtë gjë. Mund ta bëjmë por mbase, kjo të del për më mirë, se ndonjëherë dikush duhet ta di se sa fort ndjen për të. Ai, po se e kuptoj. E kuptoj, po mbase dhe këtë e kuptoj akoma më shumë dhe... Do të t'ja qaramani, ama sikur se di unë. Meshkujt desin që të qajnë që për ato, marrojnë që të qajnë. Desin edhe meshkujt qite si janë. Në momentin që shohin që qanë për atë, atër më keq ta bëjnë gropër, ma ca e kanë kuptuar. Kjo rasti nuk e di si do jetë se kjo është si komplet e pasër, është komplet diçka ndryshe nga çdo gjë tjetër. Mirë tani, unë dëgjoj, një problem papa. Dëgjoj Alba, ti mund të më bësh edhe mute në këtë moment, të ma ulësh zërin, të mbyllësh veshët, po unë ta bëj pyetjen. Por kush është ai personi? Jo, se them dot, edhe s'kam për ta thënë asnjë. Okej. Nuk është për punë mendjematësi ose diçka tjetër, po preferoj që jetën time personale ta mbaj sekrete. Vetëm e ditë rreth joni afër das, kush tjetër, jo publiku I gjerë. Besoj shumë të mësyshi, edhe të gjëra të tjera, edhe them më mirë, më rahat. Po kem llambën magjike. Po ju besoni te fakti që mund të të marrin mësysh? Në disa raste për gjëra të vogla besoj. Po e dashuria e ti. Jo, dashuria nuk komandohet, dihet. Nuk mund të komandosh dikë të duaj. Ajo që është. Atë shpresoj që edhe personi në fjalë për cilën po flisnim ta ndjej këtë dashuri çfarë ti po ndjen për ta. E kanë di. Nuk do të më shifte ashtu si qaramane, do të më shohë si femër të fortë. Pra tani, mbylleni këtë muhabet. Atë do shojmë në të ardhmë, çfarë do ndodh. Për çdo gjë, tu live do ta komentojmë. A jemi dakord? Okej. Dakord, ja. Bye bye, tani vazhdoni. Me pjesë të tjera. Se dia do të them tamam faleminderit unë këtë. Alba e more minutazhin. Bon, faleminderit. Mbyllim lidhjen me shtëpinë. Dhe para se shkojmë në publicitet, kemi një moment shumë të rëndësishëm për këtë format që e kemi mbajtur se
Por jam shumë krenar të anonqoj se për herë të parë një program shqiptar realizon një shkëmbim ekskluziv të dy programeve. Big Brother VIP Kosova do të shkëmbej banor me Grande Fratello Itali. Wow, e bën para tyre të Shqipërisë. Kjo është një përboj e jashtëzakonshme, vetëm se Është munduar Olsa ta bëjë me çdo kusht, vetëm t'ia kaloj atyre të Top Channel. Përmes këtij kanali do të përfaqësohet në Italinë e Madhe në broadcasting gigant të Berlusconit Mediaset. Ne jemi vetëm në vitin e 4 dhe ata janë 25 vjeç që bëjnë këtë program e padyshim kjo që tregon forcën e formatit tonë, duke marrë mbështetjen e transmetuesve më të fuqishëm në Evropë. Por para se të tregoj se kush është banorja që do të dërgohet të premte në Grande Fratello, e marrë një koment për opinion për nga opinionistët, sidomos nga Olta e nisim, sepse e di që qytetarët e Shqipërisë E shumë. Ndesimi çik për Grande Fratello. Po, ne jemi rritur me emisione italiane, aty kemi mësuar dhe italishtën nga televizori. Po, kjo është një goditje shumë e fortë. Kjo është një goditje e qëndër. Bravo ju qoftë, edhe do jetë një eksperiencë shumë e bukur ashtu siç e the edhe ti që vendi i Kosovës të dëgjohet akoma dhe më shumë, jo vetëm nga Dua Lipa dhe nga Rita Ora, por edhe nga një banor i shtëpisë Kosovës, i shtëpisë më të madhe. Leonora, Fantastike vërtet dhe uroj që unë nuk e kam ndjekur atë emision, dashur nuk e njoh gjuhën italiane dhe ne më shumë kemi ndjekur shtetet gjermanofolse, më shumë ne shqiptarët e Kosovës, por që është fantastike vërtet dhe uroj që Grande Fratello banori i Big Brother VIP Kosova të rritë shkushmërinë. Po pra, se e kam pak keq. Ata vinë ta bëjnë më mirë se kushdo këtë spektakël. Grande Fratello. ata janë inspirim. Ata vinë ta bëjnë më mirë se kushdo. Dhe kushdo qoftë nga italianofolsit besoj që janë, patjetër, do t'i bëni dhuratën e jetës. Kjo po që është dhuratë, do t'i ndryshoni jetën. Atë futëm dhe unë banore, se ti flasë shumë mirë italisht. Po ju dëvizit Italia. Po Italia, po. Ma si, come no? Jo më këtë kemi shenë në Romë vetëm për foto, por edhe kemi bërë një punë shumë të madhe në Ozën ku ishim te Grande Fratello, të cilin ku kemi pas një mikpritje fantastike nga formati dhe ata ishin pro idesë që të bëjmë një shkëmbim dhe një banor apo banore e Big Brother VIP Kosova Këtë të bëjmë vit, histori dhe të shkojë për herë të parë. Big Brother nitë se ata e kanë për momentin Big Brother jo me njerëz të famshëm, ose jo shumë të famshëm, nuk është se po ecën aq mirë sa që kishin menduar. Ata do të shfaqin një klip nga Big Brother VIP Kosova për banorën e cila do shkojë për qëndruar atje 24 shtatë për një javë rresht. Dhe banorja që do të shkojë në Grande Fratello është Dolce. Unë doja të kishte shkuar Nuk e di dhe nuk do ta di deri të premten kur vllai Bia Khalifa do të luaj pak, do t'i tregoj, po kemi kohë deri të premten e ardhshme. ose Linda. Për Dolcen, si mendoni, çfarë mendoni? Wow! Se nuk e dërguat Edin po Dolçen. Po si italisht Kam mjaftuar shumë shqiptar në Itali. Besoj ka me shku një depresion të vogël. Depresioni Edi, se besoj hiç. Do jetë i gëzuar besoj për ca Do kohë. rikthehet përsëri këtu? Po, do rikthehet. Do shkoj vetëm për një javë. Vetëm për një Do ta javë. laj italiane. Të shohim se çfarë do ndodh atje. Nëse diçka lind atje, pastaj Ajo është bombë. fillim. Ta laj italiani atë të brapsh. Po nëse Dolce apo bjerë dashuri atje me dikë tjetër. Sa do ri Dolce atje? Një javë. Të shohim në hapur se po mirë, do shkojmë, do themi Dolce pas ka lindur me fëmijësh. Nuk e Me di, fëmijësh, është dhuratë e jashtëzakonshme. Dhurat fantastike. Të premten Dolça do ta kuptoj lajmin sepse në vjeni dhe ne jemi edhe një super krenar rreth këtij bashkëpunimi gigant i cili po ndodh për herë të parë në treva shqiptare mes Grande Fratellos dhe Big Brother VIP Kosova 4. Bravo. Fantastik, që nga fillimi, që nga hëna e kaluar, kemi shumë surpriza dhe kjo është një nga surprizat të cilat e kemi mbajtur sheh dhe jemi shumë krenar
që sapo e lansuam besmitin me mbajt më gjatë, na doli krejt kjo, sepse duam ta ndajmë edhe me juve. Publicitet tani? Okay. Publicitet.